biznesmeni më i famshëm Kosovë. Bosoni greke, dy vjaka ose dytë. Ati roqë shtu? Po. A jeni të lumëtër? Ja, faleminderit shumë. Shia. Mas po e greki, atë Shqipnia, atë Rovesi shkojtë. Shkojmë se faza faza. Po që shtjekët. Rovesi këta parroshen. Parroshen? Ja, Bostan. Ata rosh rati për me trallah, me vend të atë qesin të Këna ki në fort. Unë me kënaqësi shoh edhe i ndjekë dhe e kam pa që Curi është një nga biznesmenët më të suksesshëm në Gjakov, sidomos në rrafshin e shitjes së pemëve dhe perime, nuk e di nga kur ke nis. Vitet 90-ta. Vitet 90-ta. Edhe ti që ke pak i bajtën. I bajtën shumë. Po, bardhëzi. Po. Ka pas lota, që se të që ka pas. Këtë ola i kjerë ka pas. Kur ka pas dashën me thëshën. Kur ka pas dashën, të më të erejti. Ka qenë dashën, pas ka pas makinë. Ka pas dashën. Po, ka thirë, për makinë ka thirë dashën. S'ka pas makina. S'ka pas makina, për makinë ka thirë dashën, po. Me tetene, me bublene. Në laminat. Se me thik për qosh shpesh edhe me përgjën. E kom profesor në zakon. Thika pak për në frizon. Thika, me ditë të përdor në fërgoj, nuk është. Thika, është do sa në thikë bërë. Prof, spanaku është, po pizzën kush e bën? Nona dek. Nona me gjë. Shkaj nona, shkaj pite. A me nona pite, s'ka pite ma. Unë po ju lë ta bëni emision ama jo pa javën. Shpejt, Bëni Curit një prezentim. Curit ja kam bërë prezentimin veç më te kjo, po deshta Curit t'ja Dhurat, ha? t'ja dhurat të paktën këtë model.